Kur e majta është e bashkuar në Shqipëri, fiton gjithmonë bindshëm. Fitoria nuk është një qëllim në vetvete, por unë jam i bindur se ju keni mjaft arsye për të qenë krenar sot, për mjaft arritje të shënuara gjatë tyre 3 viteve. Sot jemi në momentin më të rëndësishëm për finalizimin e kryereformës asaj në drejtësi, që është momenti më i rëndësishëm për të garantuar dhe gjithë reformat e tjera që janë bërë dhe që do të vijojnë të bëhen në të gjithë fushat e tjera. Prandaj unë besoj se duke realizuar këtë reformë dhe duke miratuar paketën kushtetuese për reformën drejtësi në javë të ardhshme, ne do të japim mesazh shumë të rëndësishëm për gjithë qytetarët tanë, por do të japim një mesazh shumë të rëndësishëm për gjithë partnerët tanë, që ka të bëjë me forcimin e shtetit ligjor në vendin tonë, me forcimin e luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, me shërbimin e shpejtë ndaj qytetarëve tanë, por njëkohësisht edhe me rritjen e besimit të investitorëve vendas dhe të huaj te ekonomia jonë, në mënyrë që ritmet e rritjes të jenë edhe më të larta, në mënyrë që të kemi mundësi të hapim akoma më shumë vende pune, në mënyrë që të kemi mundësi ta luftojmë më me sukses varfërinë, në mënyrë që të garantojmë një drejtësi sociale. Unë jam i bindur se ne kemi shumë për të bërë më tej, për të rritur bashkëpunimin, për të diskutuar me përgjegjësi të gjitha sfidat që e presin vendin, jo thjesht për 2017, por edhe për më tej, sepse vetëm vizionet largpamse do të na ndihmojnë që të investojmë në mënyrë racionale dhe të mençur energjitë e gjithë shqiptarëve.